Tash ne jemi në procedurët riprocedimit të këtyre amandamenteve, me qenë se këto i ka aprovu njërë qeveria në mandatin e kaluar, janë dorëzuar kuvendit, nuk e kanë kaluar procedurën kuvend për arsye se janë bërë zgjedhjet, edhe gjitha ligjet edhe propozimi amandamenteve është kthy edhe një herë në qeveri, që pastaj qeveria të riprocedojë në kuvend. Do të thotë në këto amandamente nuk ka asnjë ndryshim në krahasim me ato që kanë qenë më parë. Një përparësi ashtu se është dhënë edhe mendimi i gjykatës kushtetuese në to sa kanë qenë procedurë në kuvendin e Republikës së Kosovës. Propozimi është që amandamentet të procedohen kuvendit, ndërkaq që aprovimi këtyre amendamenteve në kuvend kërkon 2/3 të votave deputetëve të Republikës Kosovës dhe natyrisht nënkupton procedurat që janë parapara për amandamente, që do të thotë se për aprovimin e tyre ne do të kemi pajtueshmërinë edhe 2/3 deputetëve, edhe pajtueshmërinë kuvend të përfaqësuesve, vërtet deputetëve të pakicave, ashtu që është e paraparë me kushtetut. Ajo që është esenciale është se ne nuk po ndërtojmë forcat armatosura mbi baza etnike, as mbi baza etnike themi të shumicës shqiptare, as mbi baza etnike të etniteteve tjera, për cilat ka pas trumbetime mjaft mëdha në opinion tani. Është një forcë unike në interes të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, që përfshin gjithë pjesëtarët e gjithë njerëzve që jetojnë në Kosovë, mos ndajtash në shumicë dhe në pakicë, por që është në interes qytetarëve të Republikës së Kosovës. Prandaj juftoj që ne të procedojmë këto amandamente, ndërkaq në kuvend ne po ashtu do të punojmë bashkërisht me gjithë deputetët edhe me përfaqësues të komuniteteve që të kemi pajtueshmërinë e tyre më vonë për aprovim kuvendin e Republikës Kosovës. A dëshiron dikush ta merr fjalën?